Me rastin e ditës botërore të mjedisit, Qendra Edukative Happy Day në bashkëpunim me një grup vullnetarësh francez dhe fëmijët pjesëmarrës në kampin veror, ndërmori një iniciativë sensibilizuese për pastrimin e pyllit të sodës nga mbeturinat. Aktiviteti kishte për qëllim jo vetëm përmirësimin e mjedisit, por edhe edukimin e brezit të ri, me vlerat e mbrojtjes së natyrës dhe përgjegjësisë qytetare. Të pajisur me doreza dhe qese për grumbullimin e mbetjeve, fëmijët dhe vullnetarët pastruan një pjesë të konsiderueshme, duke dhënë një shembull konkret se si secili mund të kontribuojë për një mjedis më të pastër dhe më të shëndetshëm. Kjo nismë është pjesë e kalendarit të pasur të aktiviteteve që organizon Qendra Edukative Happy Day gjatë kampit veror. Sipas drejtuesës së qendrës Atlanta Myrtaj, gjatë sezonit veror zhvillohen mbi 200 aktivitete edukative, sportive, kulturore dhe sociale, të cilat synojnë zhvillimin e aftësive të fëmijëve, por edhe ndërgjegjësimin e tyre për çështjet me rëndësi për komunitetin. Atëherë, kampi veror Happy Day, bashkë me një grup vullnetarësh francez që janë pjesë e kampit deri në fund të verës, në ditën e mjedisit kemi ndërmarrë këtë veprimtari për pastrimin e një pjese të pyllit të sodës. Janë angazhuar dhe një pjesë e fëmijëve të kampit, më shumë për të dhënë një mesazh sensibilizues që në fund të ditës pastërtia është edukat. Si funksionon kampi? Kampi ka filluar në 1 qershor dhe zgjat gjatë gjithë verës deri në 28 gusht. Praktikisht kemi kamp ditor për fëmijët që janë rezident në Vlorë dhe kamp me fjetje për fëmijët që vinë nga të gjitha trevat e Shqipërisë. Dhe aktivitetet të tilla të pastrimit janë thuajse të shpeshta apo jo gjatë? Në bazë të tematikës javore ose mujore, po, janë të shpeshta. Ne programin e kemi ndërtuar në bazë të 13 javëve të gjithë verës. Në bazë të tematikës javore janë parashikuar dhe aktivitete ditore për fëmijët. Janë më shumë se 200 aktivitete gjatë gjithë verës. Edhe vullnetarët francezë, të cilët janë bërë pjesë e kampit veror, vlerësuan këtë iniciativë, duke theksuar se mbrojtja e mjedisit është një përgjegjësi e përbashkët, dhe se aktivitetet të tilla ndihmojnë në krijimin e një kulture më të fortë qytetare tek të rinjt. First of all, at the camp, the atmosphere is amazing. Atmosfera në këtë kamp veror është e mrekullueshme, edhe aktiviteti me fëmijët është një gjë mbretërëse. Sot këta aktivitete kemi zhvilluar për të pasuruar mjedisin, por është pak e trishtueshme që shikojmë kaq shumë mbeturina të hedhura vend e pa vend, duke parë që fëmijët janë kaq shumë të motivuar. Kjo t'i jep edhe më shumë forcë për të vazhduar dhe për ta përcjellë mesazhin edhe më tej. Pjesë aktive e aksionit ishin edhe vetë fëmijët, të cilët shprehin kënaqësinë e tyre për kontributin në pastrimin e natyrës, duke theksuar rëndësinë e ruajtjes së mjedisit për brezat e ardhshëm. Duhet që kampi veror të jetë gjithmonë e pastër, jo çdo ditë pisët. Dhe juve po e pastroni? Po. Gjithmonë? Pra përpiqeni ta mbani pastër mjedisin? Po. Mendisi, kujdesim për mendisin. Ne duam ta mbajmë pastër mjedisin dhe mos të hedhim mbeturina, sepse mjedisi duhet të jetë shumë i pastër dhe ne të marrim ajër të pastër. Prej 8 vitesh radhazi, Qendra Edukative Happy Day organizon kampin veror për fëmijët, duke ofruar një program të pasur prandetit, mes natyrës, miqve të rinj dhe aktiviteteve të shumta edukative dhe argëtuese.